Dhjetra banor të Mirditës, Matit dhe Dibrës u mblodhën në një protestë për rrugën Perlat Lur, investimi nisur 3 vite më parë, por që ende nuk ka përfunduar. Protestuesit u mblodhën në vendin e quajtur Livadhi Turkut, aty ku nis rruga Perlat Lur. Rruga duhet të ishte asfaltuar, por punimet kanë mbetur në vend numëron. Protesta e thirrur nga shoqëria civile mblodhi dhjetra banor të zonave Mirdit, Matë, Dibër. Protestuesit kërkuan që autoritetet të ndërmarrin hapat ligjor ndaj firmës e cila po zvarrit përfundimin e projektit. Ata thanë se protestat e tyre nuk do të ndalen, por do të përshkallëzohen me bllokim të rrugës së Kombit e do të zhvendosen deri në Tiranë. E shoh se jemi mbledh, i qik, po prap nuk jam i kënaqur, duke parë të shumë njerëz nga Lura, nga Përlati, Proseku, Dibra s'ka, Dibra është ke laknur, ke tuneli. Nuk ka arë sot. Mos u mashtroni, nuk e di ka keni frikë mërë burë. Se keni frikë. Me protestu për rrugën e kalamajve tuj. Qa është kjo frikë? Keni qef me shkue te laknuri, te tepsia. Qa e të frikëna? Po dalim për fëmijët tonë, as për PD, as për PS, as nuk në anir për këto parti. Fare, po merë një pjesë është trishtin këtë lloj mënyre. Apo keni frikë se do t'ju nxjerrin prej pune, s'do ta merrni atë 400.000 lekë. Apo to firma që bënim ato tendera, të derima, qa jeni, a keni frikë se nuk do t'ju votojmë, as një vot nuk e keni. Mos të vije në zonë tona as një lloj deputeti i çdo lloj ngjyre se nuk keni as një vot. Na keni mashtru tash 30 vjet edhe marru qop. Me gjymat e shiut e fortunat e harresës të çdo lloj pushteti aktualisht në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë, në ajrin e kondicionuar dhe në karrige që kushtojnë miliona, janë duke mbajtur fjalime dhe duke kacafytur me njëri tjetrin ata që nuk duhet të ishin sot me ne, por do duheshin, na kishin ndaluar që sot ndodheshim këtu. Për një arsye shumë të thjeshtë, të kryenin detyrën e caktuar nga ligjet dhe Kushtetuta e Republikës Shqipërisë, e të vendosur nga populli shqiptar e veçanërisht nga krahinat tona, të cilat edhe i kanë zgjedhur, edhe i kanë votuar. Na mirë kuptojnë kandidatët që ndoshta në qarkun e Lezhës bëhen më të shumt në numër sa që jemi bërë ne sot. Nëse për një afat për 20 ditësh nuk do të rikthehen për të zbatuar vetëm detyrën, rruga Perlat Lur dhe këtu ku jemi tani që njihet si Livadhi Turkut është asgjë, do të vijojmë në rrugën e Kombit, do nisemi të poshtë për Milot, do kalojmë edhe Fushkrujen, do ndalohemi në Tiranë, e ndoshta do jemi edhe në Zyra. Për këtë rrugë, kjo unë nisë se do bëjt, edhe qemë tepër të gëzuar se do bëjnë kjo rrugë, të shi, ka mbetur as e rregullueme, e prishme, e shkatrueme, do bëjnë turizmi në Lurë ka qenë e para për të bërë në Lurë. Liçeti e Lurës nuk i ka pas Zvicra, bota, edhe kjo rrugë meti mbrapambeti, dhe shohin gjepat e vetë, shohin punët e vetë, dhe rruga e populli i mirë ka metur në mes të rrugës. Ka 12 vjet që kjo rrugë ka nisë u ba dhe është shkatruar përfundimisht. Çdo rrugë është e prishme, nga Lura deri këtu në Përlat është e shkatruar komplet, edhe traktori e tanku nuk kalon. Prandaj ju lutem qeverisë të marrë masa sa më shpejt dhe do të rrugën. Dy fjalë më thonë jam. Kur ishte në Lurë para 3 vitesh, të tha një qytetar Lurë, një fshatar, tha ti gënjen. Ti sa pas e gënjen shumë mirë. Bravo të qoftë. Rrugën e duhemi me na e bën shpejt e shpejt. E keni prish më shumë, ja keni rregulluar. Pra ne jemi këtu, ti kërkojmë qeverisë shqiptare, mos tallet me ne me këto qëndrime për buse, me këto fondet skandaloze për një segment të tillë. Pra ne jemi këtu që për të dëshmuar se ne do t'i shkallëzojmë prap protestat tona në rrugën e Kombit edhe më tej.
Fondi prej afro 12.6 milion euro për këtë vepër që do t'i shërbente shumë zhvillimit të turizmit në Lur, është një donacion i Bankës Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim, i përfshirë nga qeveria shqiptare në programin e zhvillimit të infrastrukturës dhe turizmit në Shqipëri nëpërmjet Fondit Shqiptar të Zhvillimit.